Iftare syfyr do të jenë vaktet ku anviset e shtëpive duhet të përgatitin ushqimet për familjet e tyre. Ramazani vjen me begati, por edhe me sofra që duhet të jenë më të mbushura. Në tregun e Tetovës mund të gjesh gjithçka, varësisht xhepit. Ofertat tashmë janë shtuar në prag të Ramazanit dhe kështu pritet të jetë gjatë gjithë këtij muaji të bekuar. Nuk mungojnë pemët e perimet, por nuk mungojnë edhe hurmat e ullint, pjesa e pandashme e sofrës së iftarit apo syfyrit. Jemi në prag të muajit të bekuar të Ramazanit, kurse tregtarët tashmë kanë shtuar ofertat e tyre për konsumatorët, por fuqia blerëse e qytetarëve është në rënje ndaj çmimeve që ofron, por çton qytetarët si u duken ofertat dhe çmimet në prag të nisjes së Ramazanit. Si gjithmonë, çmimet janë, çto janë çmimet. Kanë hip pak, kanë ra pak, kështu që kaloj. Çmimet shumë të bukura. Bukra? Po, pak me peshë më të madhe, po të mirë janë. Kam dalë të shoh çmimet, kam dalë të hupi kohë se s'kemi pare për këto. 500 dinari kilo grosh. Vetë kam qenë grosha gjyqë, kam prodhua ma qash, kur hesë kam shit. Fshat jënë katastrofë. Në përfshatra jënë katastrofë jënë, po në Tetovë pak ma çmimet jënë më të ultas në basë fshatrave. Shitësit thonë se çmimet janë të njëjta dhe nuk ka rritje të tyre për Ramazan. Thonë se ka shumë pak të interesuar për të blerë, por se do të vazhdojnë me ofertat e tyre. Çmimet janë volitshme, nuk janë mesme, nuk janë shtrenjta. Me që jemi në prag të muajit të Ramazanit, a kanë lëviz çmimet? Jo, s'kan lëviz. Jo, çmimet çështu janë, si para dhe tash. Me thonë drejta, për ne asnjë se nuk ka shumë dollët është. Dollës kanë para njerëzit. Qa të bësh? Jo, nuk, s'ka. Po, a ka shitje? Shumë, faleminderit. Po? Në çka janë të interesuar më shumë? Kitë, çfarë duhet ma? Dhe një hurma, dhe një ullë. Nëse ndalen tek pemët e perimet, qytetarët sikurse anashkalojnë mishtoret. Mish patullet 800 denar, muskuj 750, mish butke 950 denar, mbas janë çmime të papërballueshme për një kategori të madhe të qytetarëve. Edhe restorantet tashmë kanë publikuar të ashtuquajturat menyt e iftarit. Çmimet lënë shumë për të dëshiruar, por sipas praktikës së vitit të kaluar, restoranet do të kenë shumë punë mbase për shkak të një tradite të re në këtë nënqiell që iftaret e përbashkëta familjare të bëhen nëpër restorante jo nëpër shtëpi. Po hymë në muajin e bekuar të Ramazanit, në kohën kur fuqia blerëse e qytetarëve është në rënje të ndjeshme, në kohën kur një përqindje e madhe familjeve kanë vështirësi me idaren. Por rajoni i Tetovës çdo herë ka dëshmuar fuqinë e solidaritetit dhe humanitetit. Kjo padyshim se nuk do të mungojë as edhe këtë muaj, madje me aktivitete të shtuara.